Se Naimi së bashku me kushtrimin, duke zgjedhur granitin si Brasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Ju faleminderit shumë. S'keni ndaj pyetja diçka? Po, ju në proces gjyqësor keni kërkuar burgim të përjashtëm edhe për kushtrim kokallën, kjo nuk ka apellim nga gjykata tash, si e pritet këtë pjesë të vendimit. Sa i përket kushtrim kokallës, po besoj që gjykata e ka parë ashtu, për këtë mund të folë edhe avokati, se çfarë dënimi pritet. Çfarë dënimi kemi pritur ne për të. Megjithatë, vendimi sot, megjithatë u zbut pak zemrat. Sa do pak na ka lehtësuar dhimbjen edhe neve dhe familjes, po besoj që ishte vendim të cilin e kemi pritur gjithë populli shqiptar, jo vetëm ne familja. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit gjithë.